Në momentin që çdo qytetar që hyn aty dhe futet në njoftimin, databazën, kompjuterin e atij polici që është në atë kabinën aty, nëse ty del që ti e kërku me automatizëm, polici është i obliguar të arrestu, e me dërgu deri në gjykatë, ato me vazhdu me procedura, prandaj nuk kemi marrë garanci. Neve tërthorazi shumë bashkëftarëve turin kanë thonë mos më marr këtë prej më shku atje, me qenë se s'ka garanci, sepse kemi parasysh faktin Maqedonia e Veriut arrestoi disa bashkëftarë tonë edhe më herët atje. Luftëtarët u UÇK-s nuk është mirë me shku në këtë protestë. Protesta do të jetë madhështore edhe pa ta. E dim që kanë dëshirë me marrë pjesë, por kemi konfirmim shumë madh prej diasporës tonë, prej mergatës tonë, kudo që janë atje, që do të jenë pjesë e kësaj proteste. Kemi konfirmim prej Luginës Preshevës, plot bashkëftarët tonë do të jenë të UÇK-MB-s do të jenë prezente aty, edhe kemi konfirmim një numër i madh i qytetarëve nga Shqipëria do të jenë pjesë e protestës, po edhe qytetarë shumë. Prandaj mos shkon luftëtari, po le ta dërgojmë vëllain e tij ose familjen e tij në atë protestë, e cila do të jetë prapë po them paqësore dhe pa incidente. Ne kemi ndërzuar kërkesën qysh në kohën kur vetë kemi vendosur që i bie 10 ditë ndoshta përpara ose më shumë. E kemi dërguar kërkesën për me na jap mundësinë e shfrytëzimit të hapësirës publike për protestë. Nuk morëm për një javë ose më shumë përgjigje fare, vetëm sot thonin që jeni në procedurë, kërkesa është në procedurë. Pastaj është ky reagimi i zotit Mickoski, edhe ne u detyruam të thjesht shpejt një konferencë për media këtu si shoqëlla dalën nga lufta e UÇK-s, meqenëse se pasi që e ngritëm zonin, që ende s'ka reflektuar institucionet e Maqedonisë së Veriut, ndolli, po jemi pajis me leje. Pas konferencës për shtyp që kemi mbajtur në këto zyre këtu, jena pajis me leje, e prandaj edhe pse disa provokime në thojzat e zotit Mickoski, që po i thot deklarativisht, shteti do të kujdeset. Pra, kemi informacione që shteti do të kujdeset për mbrojtjen e kësaj proteste, është angazhu, bile kishin shku në nivel ala më të lartë, gjë që na bëni me u çudit, zoti Mickoski mbram kishte thonë që kemi ngrit një shtab krize, që ka qenë tepër i panevojshëm, do të thotë një anshëm po provokon, ne asnjëherë si me dy përmend, sepse në farë si organizata veteranëve të luftës apo qytetarët që do të marrin pjesë në këtë protestë, nuk kemi të bëjmë me ato politika ditore apo me çështjet brendshme të Maqedonisë së Veriut, qofshin ato ndërretnike. Po ne këtë që kena me thonë në Maqedoni është i drejtuar gjykata speciale atje për këto probleme tona që kemi, prandaj nuk ish dashur me i fry kësaj zoti Mickoski, nuk ish dashur me provu në ndonjë incident, sepse nga ana jonë nuk do të ketë asnjë incident, protesta do të jetë paqësore siç kanë qenë edhe 4 tjera që janë organizuar më herët. Qëllimi i saj është sensibilizim i qytetarëve tonë, shqiptarëve kudo që janë që shihni çapo ndodh atje kundër krerëve të shqiptarëve të Kosovës, a kanë pas efekt? Po kanë pas efekt. Sepse ky zoni jon përmes protesta kam rrinë ata vesh ku duhet dëgjohet kjo padrejti. Për këtë vit është protesta fundit që mbahet, pra, po nuk do të thotë që do të ketë protesta tjera, edhe këtë angazhimin tonë si organizatë veteranëve të luftës apo më mirë më thon këtë avokimin që e bëjmë ne, do ta bëjmë deri ditën sa bashkëftarët tonë do të kthehen të lirë në shtëpitë e tyre.